Mos harro të bësh subscribe. Një lajm tronditës vjen pas 20 shtatorit, 3 shenja do bëjnë namin me financat. Ka data që ndryshojnë gjithçka. Nuk janë ditë të zakonshme, nuk janë thjesht numra në kalendar, por momente ku qielli hapet dhe dërgon mesazhe të forta për ata që dinë t'i dëgjojnë. Pas 20 shtatorit, universi ka përgatitur një surprizë të madhe, një tronditje të fuqishme që do të prek jetën e disa shenjave në mënyrën më të papritur dhe më të fuqishme të mundshme. Ky nuk është një lajm i vogël. Ky është një mesazh që sjell dridhje të forta në shpirt dhe në realitet. 5 shenja do të bëjnë namin me financat. Një portë e re hapet, një val energjie përplas barrierat që i kanë mbajtur mbyllur dhe sjell lek, mundësi, sukses dhe stabilitet. Këto janë momente kur gjithçka mund të ndryshojë brenda një dite. Imagjinoni të përballeni me një realitet të ri, projekte që nuk jepnin rezultat më në fund shpërthejnë në fitime, kontakte që i kishit harruar ju sjellin mundësi të papritura, mund të gjeni një burim të ardhurash që nuk e kishit menduar kurrë. Pas 20 shtatorit, për këto shenja të bekuara, gjithçka bëhet më e lehtë, më e ndritshme, më e begatë. Yjet kanë vendosur të sjellin një shkundje të madhe financiare, duke i nxjerrë këto shenja nga rutina e zakonshme dhe duke i çuar drejt një periudhe ku paratë vinë me vrull. Nuk është vetëm fat, është një kombinim i punës së bërë deri tani dhe i momentit të duhur, sepse kur universi vendos të hapë dyert, askush nuk mund t'i mbyllë. Kjo periudhë pas 20 shtatorit është si një kapitull i ri i jetës, ku çdo gjë që ka qenë e zymë merr dritë, ku çdo pengesë zhduket dhe ku rruga drejt pasurisë dhe suksesit të madh bëhet e dukshme. Për këto 5 shenja, gjithçka është gati të ndryshojë. Portat e financave hapen, energjia e yjeve i mbështet dhe fati i tyre merr një kthes të paharrueshme. Ndaj, përgatituni sepse ky nuk është thjesht një parashikim, por një paralajmërim i madh. Pas 20 shtatorit, universi zgjedh 5 të bekuar që do të shkruajnë historinë e tyre të re të pasurisë. Gaforja. Pas 20 shtatorit, për ju gafore, fillon një kapitull i ri që do t'ju habis edhe vetë. Ju shpesh keni qenë të lidhur me emocionet, me familjen, me sigurinë shpirtërore, por këtë herë universi ju ka rezervuar një surprizë të fuqishme financiare. Është si të ndjeni papritur që deti i qetë ku keni lundruar deri më tani, shpërthen në një val që ju çon drejt brigjeve të pasurisë dhe bollkut. Një projekt pune që ndoshta e keni nënvlerësuar do të shpërthejë në fitime, një kontakt që nuk e keni pritur do t'ju hap një derë të artë, ose një ndihmë financiare mund të vijë nga një antar i familjes apo një mik i ngushtë. Pas 20 shtatorit, ju hyni në një periudhë ku çdo hap i vogël financiar bëhet më i madh se ç'duket. Nëse dini të lëvizni me mençuri, kjo mund të jetë periudha që do të vendosë themelet për stabilitetin tuaj afatgjallë. Mos kini frikë nga ndryshimet, edhe pse nuk i doni shumë, kjo periudhë do të provojë se ndryshimi është bekimi juaj më i madh. Dhe mos harroni, universi do t'ju dhurojë, por është detyra juaj ta menaxhoni me kujdes këtë fat. Akrepi. Akrepi është një shenjë e fuqishme, që ditë ringjallet edhe nga hiri i vet pas 20 shtatorit, ju do të ndjeni fuqinë e yjeve në mënyrën më të fortë të mundshme. Një lajm tronditës financiar vjen për ju, dhe jo në formën e diçkaje të vogël, por si një ndryshim rrënjësor që do t'ju shkon nga baza. Mund të merrni një propozim pune që ndryshon gjithë kursin e karrierës suaj, mund të përballeni me një mundësi investimi që kthehet në thesar, ose një bonus i madh financiar që vjen si shpërblim për përpjekjet tuaja të vazhdueshme. Universi po ju dhuron diçka të madhe, sepse ju e keni merituar me sakrificat dhe luftën tuaj të vazhdueshme. Për ju, kjo periudhë nuk është thjesht pasuri materiale, por edhe një ndjenjë fuqizimi personal. Do të ndiheni më të fortë, më të sigurt dhe gati për të marrë vendime që deri dje i keni shtyrë. Ky është momenti juaj për të ngritur kokën lart dhe për të treguar se kur universi është në anën tuaj, asgjë nuk ju ndal. Dëshiron të promovosh biznesin, produktin ose shërbimin tënd? Kanali ynë ofron hapësira reklamuese dhe promovime speciale për audiencën tonë të gjerë. Kontakto tani për detaje dhe bashkëpunime. Shigjetari. Shigjetar, pas 20 shtatorit, fati ju troket në derë me forcën e një zjarri të madh. Ju jeni gjithmonë të lidhur me udhëtimet, me eksplorimin, me zgjerimin e horizonteve dhe këtë herë universi do t'ju shpërblejë me mundësi të arta financiare që vijnë nga jashtë zonës suaj të zakonshme të rehatisë.
Mund të merrni një ofertë pune nga një vendi huaj, një projekt që lidhet me njerëz jashtë rrethit tuaj të zakonshëm, ose të fitoni lek nga një ide që lidhet me teknologjinë, internetin apo tregjet e reja. Kjo periudhë do të jetë një shpërthim i madh për ju, një moment ku ndjeni se dyert e fatit hapen gjerë dhe ju ftojnë të hyni pa frikë. Universi ju kërkon vetëm një gjë, të mos keni frikë të rrezikoni, sepse pas 20 shtatorit, çdo hap i guximshëm mund të kthehet në ar. Nëse deri tani keni pritur shenja për të filluar diçka të re, ja ku është, kjo është periudha ku bëni namin me financat dhe ndryshoni jetën tuaj përgjithmonë. Bricjapi. Bricjap, më në fund, pas 20 shtatorit, vjen koha juaj. Ju keni punuar pa pushim, keni sakrifikuar, keni duruar, por shpesh keni ndjerë se shpërblimi nuk ishte i drejtë. Universi tani ka vendosur të balancojë gjithçka dhe t'ju dhurojë një bekim të madh financiar. Një rritje në punë, një pozicion i ri, një investim i zgjuar, ose edhe një mundësi e papritur do të shfaqet përpara jush. Nuk është thjesht një shans i vogël, por një hap i madh drejt stabilitetit dhe pasurisë që gjithmonë e keni ëndërruar. Pas 20 shtatorit, do të ndiheni sikur më në fund gjithçka po shkon sipas planeve që keni bërë me kujdes. Kjo periudhë ju sjell edhe më shumë përgjegjësi, sepse universi nuk ju jep kurrë asgjë pa qëllim. Menaxhojeni këtë pasuri me kujdes, sepse ajo mund të bëhet themeli i një jete të qetë, të sigurt dhe të qëndrueshme për ju dhe për ata që doni. Ujori. Ujor, pas 20 shtatorit, për ju fillon një cikël i ri i plot surpriza. Ju jeni gjithmonë vizionar, shikoni përpara dhe mendoni ndryshe nga të tjerët, dhe pikërisht për këtë arsye universi ju ka zgjedhur për t'ju dhuruar një mundësi të madhe financiare. Mund të jetë një ide që keni pasur prej kohësh, por që tani gjen mbështetjen e duhur. Mund të jetë një projekt krijues, një inovacion, ose një punë që lidhet me teknologjinë dhe risitë. Pas 20 shtatorit, ju do të ndjeni që dyert hapen papritur dhe ju japin mundësinë të realizoni diçka të madhe. Nuk është rastësi, kjo është periudha ku ju bëni namin me financat, jo vetëm sepse fitoni lek, por edhe sepse merrni mundësinë të jeni vetvetja, të krijoni, të ndryshoni dhe të lini gjurmë. Për ju, pasuria nuk është vetëm materiale, por edhe shpirtërore, dhe kjo periudhë i sjell të dyja në mënyrën më të bukur të mundshme. Pas 20 shtatorit, universi ka vendosur të sjellë një tronditje të madhe, duke hapur portat e pasurisë për 5 shenjat e bekuara që përmendëm. Ky nuk është thjesht një parashikim, por një paralajmërim i qartë se energjitë e qiellit janë duke u bashkuar për të sjellë bollëk, fitime dhe mundësi të mëdha për ata që kanë ditur të presin me durim. Për disa kjo do të jetë një shpërblim i merituar pas sakrificash të gjata. Për të tjerë, një surprizë e papritur që vjen si një dhuratë nga qielli. Por për të gjithë është një moment i artë që nuk duhet humbur. Pasuria që po vjen nuk është vetëm çështje lekësh, por edhe çështje force, besimi dhe mundësish të reja që hapin rrugë të tjera për jetën. Mos harroni, kur universi flet, duhet të jemi gati të dëgjojmë. Ky është momenti për të besuar më shumë te vetja, për të guxuar dhe për të kapur çdo shans që shfaqet, sepse shanset e mëdha nuk vijnë çdo ditë, ato janë si një tren që kalon një herë, dhe vetëm ata që hipin në të arrijnë në destinacionin e suksesit. Tani dua t'ju ftoj ju, a është shenja juaj mes këtyre 5 të bekuarave? Çfarë ndjeni kur dëgjoni këtë mesazh? Shkruajeni në komente, sepse dua të lexoj mendimin tuaj dhe të ndajmë së bashku këtë energji të madhe pozitive. Dhe mbi të gjitha, mos harroni, klikoni butonin e abonimit, sepse çdo ditë sjellim parashikime të reja, mesazhe të forta nga yjet dhe udhëzime që mund t'ju ndihmojnë të kuptoni më mirë rrugën tuaj. Sa më shumë të jemi, aq më e madhe bëhet kjo familje ku ndan shpresa, gëzime dhe besimin se universi ka gjithmonë një plan të bukur për secilin prej nesh.